ajo band e vogël strukturave të policisë Durrësit po dhunon pjesën më të mirë të policisë Durrësit, cilët janë qytetarë të ndershëm. Pra policia ka shkuar në detin paditur. Thjesht kur kapen, i pyetet ç'ndodhi me atë, do thonë ikun në detin paditur. Ata vetë nuk janë në drejtimin e ditur. Pra ata njerëz kanë një detyrë dhe një funksion, të bëjnë fituese forcën e tyre politike për të mbajtur pozicionin që kanë. Po bëhemi Gazi i Europës me sasinë e kanabësit mbi në këtë territor dhe mendoj që këto fenomene kanë bërë shpesh ku të ketë patur dhe reakcione qoftë nga zoti Manjani. Detyra funksionale e policisë shtetit është të parandaloj një krim dhe jo më të mos jetë në gjendje të parandaloj dot rritjen e një bime. Policia në mënyrë të strukturuar ka evidentuar, po evidenton eksponent të kundërshtarëve të saj politik. Ajo që sot më duket shumë e habitshme, ose e pa thonë në mënyrë të drejtë për drejtë, kundërshtarët e Partisë Socialiste që ngemi ne. Akuzave të forta të Ministrit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Lefter Koka, në studion e Ora News, ju përgjigj Kryeministri Edi Rama duke publikuar indeksin e besimit të institucioneve. Kryeministri Edi Rama postoi në Facebook një anketim të Komisionit Evropian të kryer disa muaj më parë mbi besueshmërinë tek institucionet shqiptare, ku policia e shtetit rënditet më e besuara nga shqiptarët. Akuzat e ministrit Lefter Koka i vijoi nga Gjirokastra dhe deputeti Vangel Tavo. Do t'i kërkoja sinqerisht si pjesë e këtij koalicioni, si deputet i këtij koalicioni, ndërhyrjen e ministrit Tahiri tek drejtuesit e policisë së shtetit të mos merren me politikë, sepse nuk është prioriteti i policisë së shtetit politika dhe rezultatet zgjedhore, por kuptohet, policia e shtetit ka një qëllim dhe një objektiv tjetër, ka qetësim publike. Krahas akuzave të eksponentëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim për policinë e shtetit, ka qenë dhe vetë kryetari i kësaj force politike, Ilir Meta, i cili nën cilësinë e kryetarit të kuvendit i kërkoi presidentit mbledhjen e Këshillit të Sigurisë për situatën e drogës dhe mosarrestimin e të ashtu quajturit baroni i Ballkanit Klement Balili.